Mbi 27.000 maturantë janë nështruar këtë të martë provimit të dytë të maturës shtetërore, atij të gjuhës shqipe dhe letërsisë. Maturantët kanë hyrë në provim në orën 10 dhe koha që kanë pasur në dispozicion për të zgjidhur gjithçka ka qenë 2 orë gjysmë. Ashtu siç ka ndodhur dhe në provimet e tjera, 40 minuta pasi maturantët kanë hyrë në provim, ka qarkulluar në rrjetet sociale varianti A dhe B i tezës së gjuhës shqipe. Të pyetur pas provimit, maturantët konfirmojnë se pyetjet e publikuara kanë qenë të njëjta me ato që ato kanë dhënë në provim, edhe pse kjo nuk i ka shërbyer atyre për zgjidhjen e ushtrimeve. Ka dalë teza e provimit gjatë kohës që ju ishit në provim. Jeni në dieni që ka dalë teza? Jo. Ta dinim dhe ishim gjithë lumtur pas. S'doli, hajt. Mund si të shikosh, këto janë pyetjet e tezës. Ishin këto pyetjet tuaja? Po, këto ishin. Nuk kishit dieni fare. Tani e mora vesh që kishte dalë. Këto janë, po. Këto janë. Derata. Disa prej maturantëve kanë cilësuar këtë provim të një niveli mesatar, të tjerë shprehen se ishte i vështirë. Jo të gjithë u ka mjaftuar koha e vënë në dispozicion prej 2 orë gjysmë për të zgjidhur gjithçka. Si u duk provimi? Ishte mesatar, kishte disa pyetje që ishin pak më të vështira, por që ishte i bëshëm. Derata, si autor, është pak i vështirë, po relativisht ishte i thjeshtë si provim. Nuk ishte ndonjë pengesë, 2-3 pyetjet e fundit që kishin pak vështirësi, por që e menaxhuan me sukses. Ishte nivel mesatar do thoja, dhe vepra në fakt nuk ishte ato që konsiderohen më të vështirat. Ishte shumë i thjeshtë, po hajt mo. Te letërsia ishin ca pyetje çik me pak vështira të thuash, në krahasim me tjerat. Ju i bë të gjitha pyetjet? Po, i bërëm të gjitha. Vështirësia e pyetjeve në provimet e maturës shtetërore është e përshkallëzuar sipas nivelit të nxënësve. 40% të pyetjeve janë për nivelin e 5-s dhe të 6-s, 40% të tjera për nivelin mesatar dhe 20% janë pyetje të vështira që ndajnë nxënësit e 9-s nga ato të 10-s. Javën e ardhshme, më 17 qershor, maturantët do të nështrohen provimit të matematikës dhe më 24 qershor, provimit të fundit, atij të lëndës me zgjedhje, me të cilën përmbyllet edhe kjo maturë shtetërore.